lexoj edhe tekstin pak e shumë edhe arabisht, sepse ajo tregon se ne jemi duke u përmbajtur një burimit, e theksoj kështu, wa amma tarikuha amden. Ai I cili, bile kur ta spjegojsh tarikuha është tjetër, ta'khiruha është tjetër. Tarikuha me lon, a ta'khiruha me banu. Po si do me shty, ose me lën. Këtu autori e përmend, wa amma tarikuha amden. Ai I cili nuk e fal namazin me kohë qëllimisht. Qëllimisht nuk e fal. Tash si mirët mendim, tash normal, si tash edhe deshta më herët thom, para to I bona këto sqarime, disa për shembull me një herë thonë ajo është pa besimtar. E ka thënë qëllimisht. Pa besimtar është. Realitet dietarët nuk kanë thënë kështu. Gjithë keq ka I kemi qëta, edhe selefët edhe khalefët. Shkolla juridike hanefite ka qenë gjithmonë më akapshme edhe për ato edhe I përmbahem edhe përshëndeti thot men taraka salate tahawunan wa takasulan wa ihmalan wa ghaflatan la yukaffar. Ai njeri që e lën namazin për shembull nga harresa, nga pakujdesshmëria, nga gafleti, nuk I jep rëndësi, nuk sheh perspektivë namaz, normal sipas shkollës juridike hanefite, ai nuk trajtohet pa besimtar.